Në raport, juve evidentoni një situatë që e cilësoni si sofistikim të metodave që po përdoret. Themi situata e korrupsionit. Sipas problematikës vendosin edhe themi strukturoni elementët e këtij solicitimi. A mendoni që kuadri ligjor për aktivitetet në këto fusha duhet shoqërohet me ndryshimin që të vinë ta themi në këtë situatë tre, pra kemi një kuadër ligjor që ka mungesë, ka mbështetje, favorizon krimin e këtyre mekanizmave dhe përpos duhet detyrimisht të pasohet, të shoqërohet edhe me ndryshimin ligjor, dhe nëse po, a mendoni që përveç faktorëve të tjerë edhe struktura juaj që identifikon të mungesë ose këto hapësira, ta themi, duhet përpos tjerash tjetë edhe një aktivitet rekomandues edhe përpësuar me normimin ligjor dhe struktura efektive në këtë luftë në korrupsion. Është pyetje e vështirë sepse duhet të japësh vlerësime ligjore, por tani modestisht nuk marr përsipër të vlerësoj gjithë kuadrin ligjor ekzistues, por nga eksperienca, nga rastet konkrete që kemi parë etj, marrë konsiderat legjislacionin, vlerësoj se legjislacioni është i mirë. Legjislacioni është i mirë. Tani sofistikimi, sepse edhe krimi është apo subjektet e procedimit penale janë inovator. Ka ikur, shikojmë për shembull në hetime, shikojmë që ka ikur për shembull në rastet e korrupsionit, të ralla janë rastet kur është komunikimi drejt për drejt mes atit që jep dhe atit që merr. Tashmë për të përfunduar paraja të xhepi i subjektit, i cili në këtë rast është një zyrtar publik, krijohen disa mekanizma, krijohen disa persona juridik, persona fizik, transakcione pas transakcioni, transakcion pas transakcioni, për të humbur gjurmët dhe pas një procesi dhe një zinxhiri transakcionesh, paraja përfundon tek autori i veprës penale, te zyrtari publik. Dhe këtë i kemi thash nga hetimet konkrete që kemi patur, që na e kanë provuar këtë gjë. Por mekanizmat ligjor, dhe këtu thash me modesti, ekzistojnë. Por tashmë për të evituar këto mekanizma ligjor, subjektet e veprës penale tashmë janë bërë më të sofistikuar, siç e kemi thënë, përdorin këto skema për të humbur gjurmët e paras, që është përfitim i parregullt. Raporti me
Policinë e shtetit është i mirë, ne bashkëpunojmë me ta, thash pak, e preka pak edhe në fjalën, pak më parë, ne bashkëpunojmë me ta në fazën e ekzekutimit vendimi penale pa tjetër, por edhe gjatë hetimit para prak, jo në çdo çështje, po ka çështje të cilat ne kemi angazhuar oficerët e përgjithësore të policisë së shtetit në kryen e hetimeve të çështjeve që ne ndjekim. Ka vend për tu përmirësuar, siç rezulton edhe nga hetimet tona, edhe gjatë vitit 2024, ne kemi patur procedime penale në të cilët janë hetuar, arrestuar punonjës të policisë së shtetit, kryesisht për lidhje me krimin organizuar, që një pjesë e grupeve të krimit të organizuar, dhe po flasim për funksionar të nivelit të mesëm apo dhe të lartë të policisë së shtetit, të përfshirë në krim të organizuar, siç ka patur raste edhe për kolektan, prokuror, apo edhe gjyqtar në një rast. Por, patjetër, ky fakt që janë proceduar punonjës të policisë së shtetit për vepra penale të ndryshme, qoftë për krim të organizuar apo qoftë për korrupsion, nuk bën pjesë gjithë policinë e shtetit. Patjetër, policia e shtetit ka djem dhe vajza të mirë, profesionalisht dhe me integritet, cilët përpiqen të ushtrojnë detyrat e tyre me përgjegjshmëri dhe tash kemi një bashkëpunim të mirë, patjetër ka nevojë për përmirësim si çdo kund. Në vitin të kësaj gjithmonë të duhet e raportimet të editorët në tashme, si normalisht do të shkojnë në një institucion, normalisht do të kanorë në njësi, edhe në vitin bas vitit të shajë se ku janë rritet e ku janë problematikat në institucion. Kemi të thënë në vitet të rritet që pjesëtarët e BKH-s, pra vetuesit e BKH-s, rasti qoftë në pikpamje profesionale, apo edhe në pikpamje ndonjëherë të identitetit, dyve në pasur këto themi rezervat tuaja. Si është aktualisht gjendja e duesve të byrës kontare të timit? Është një tuaja, përgjigjet po themi tani që dhe struktura e posaçme plotësuar në organizme, fuqishmëritë e publikut në këtë aspekt janë fuqishmëri të larta në kuptim të mirë goditje të krimit, po e cila materializohet pastaj edhe në kohën e ekstremit formës kreme. Eksperienca e tilla duhet domosdoshmërisht që qoftë prokurorët, qoftë hetuesit e byrës kontare të timit që merret me hetimin e këtyre çështjeve, qoftë korrupsion apo krim të organizuar, të jenë në lartësinë e detyrës dhe të përgjigjen shukrimit në këtë mënyrë. A janë ata ashtu si kundër ju i krisni, apo në raport me vitet e mëparshme, pasi periudhët tashmë 5 vjeçare, shkoni që edhe byroja kontare të timit, po në raport edhe me prokurorët të strukturës. Gjendeni më mirë në luftë kundër krimit të organizuar në pikpamje profesionale të integritetit? Siç e dini, se takon BKH-s, ne kemi çështjet e hetues të BKH-s, të cilët janë ndarë në dy seksionet, seksionet kundër korrupsionit dhe hetues pranë seksionit kundër korrupsionit, hetues pranë krimit, pranë seksionit të krimit organizuar, si dhe hetuesit pranë sektorit të përgjimit të komunikimeve. Unë edhe herën e kaluar e kam thënë, por edhe tani mund ta them sërish, si në çdo institucion, kemi hetues të BKH-s shumë të mirë, profesionalisht shumë të mirë.